Personat që shikoni mbrapa kanë ardhur që nga Skënderaj i Kosovës për të parë Korçën. Përshëndetje, mirë se erdhët në Korçë. Jemi këtu me zotin Fadil Beqa. Herë e parë në Korçë? Jo, para 4 vitesh kanë qenë pikërisht këtu, edhe në Korçë me kolektiv të shkollës Abedin Reza në Tërësiec. Keni ardhur me pushime? Kemi pushime pranëror dhe zakonisht Shqipërinë e kemi destinacion përhershëm dhe s'ka vend Shqipërisë që s'kemi vizituar si shkollë. Më bëhet qefi, pse në Korçë? Pse zgjohet Korçë? Korçë është i veçantë, një vend i veçantë për neve, është setorja e gjuhës poshtë, setorja e poshtë e gjuhës. Kështu që kemi shumica për gjithë jemi mësim në venës, kështu që e duam gjuhën shqipe, e duam Korçën, e duam mësimturën. Sa persona keni ardhur bashkë? Ne kemi ardhur 36. 36 persona, ishin 4 atje, disa të tjerë këtu. Po ata u shpërndon tash. Lëvizën sa të tjerë i ka pak me vonesë. Unë ju falenderoj për mirëpritjen, për miqësinë, për gjithçka që ofroni këtu. Nga çdo vend i botës vinë, edhe nga Kosova kanë ardhur fikse vetëm për vizituar. Kishëm dëshirë që edhe ju t'jeni si ne që ta vizitoni sheshin Adem Jashori dhe edhe kompleksin memorial Adem Jashori që është shumë e rëndësishme që kam pak vërejtë që pak shqiptar vinë me na vizitu. Do jetë në listën tonë, listën time ka qenë, do jetë në listën. listën. Gazetar pak me ngrit këtë çështje dhe na jemi si një shtet. Sa po e ngritet ju çështjen? E thjesht e transmetoj. Kam e prit që ti do të lëvizësh këtë drejtim. Faleminderit. Faleminderit shumë, kalofshi sa më bukur në Korçë. Korça, siç e shikoni, është e përshtatshme për të gjithë. Mirë se të vini.